Deklarata e pasurive të Blendi Gonxhës e përforcon bindjen se ILDKPI nuk i verifikon pasuritë e disa zyrtarëve të lartë ose edhe kur u zbulon pasuritë fshehura nuk ja çon drejtësisë për hetim. Referuar deklarimit pasuror të Blendi Gonxhës dhe duke ditur aferat e tij të shumta korruptive nisur në vitin 98 në Ministrinë e Kulturës dhe më pas në Bashkinë e Tiranës, në 3 drejtorie në 2 ministri si ministër, ka indicie se ka fshehur shumë pasuri të paluajtshme e vlera monetare. Si provë për SPAK-u, nëse do të ketë vullnet ta hetoj Blendi Gonxhën, po përmendim faktin që në vitet 2005-2008 ishte emigrant në Itali e Greqi, por nuk ka deklaruar asnjë cent kursim nga puna. Nuk ka deklaruar as periudhën 2003-2005 kur jetoi e bëri biznes në Barcelonë pas arratisjes nga Shqipëria, nga që u procedua penalisht për hapjen e qëllimshme të digës së liçenit të Tiranës. Duhet hetuar fakti që megjithse Gonxha nuk ka deklaruar kursime nga punët në emigracion, pas kthimit në Shqipëri hapi biznes ndërtimi, transport mallrash e udhëtarësh, kompani taksi, import dhe shitje e dhënie makinash me qera, biznes ushqimor lëngjesh dhe madje hapi edhe një gazet. Drejthijet e pasurive të deklaruara nga Gonxha e pushtetit. Në vitin 2024, Blendi Gonxha nuk deklaron shtëpi, por ka deklaruar shitjen e 342 m2 truall për 150 milion lek, aq sa e kishte blerë, ndërsa kompaninë Albarent ja ka dhuruar bashkëshortes. Deklaron 131.772 euro të ardhura nga shitja e pasurive, pa deklaruar çfarë lloj pasurie ka shitur dhe cilat kanë qenë burimet e sigurimit të tyre. Ndërkohë që bashkë me gruan dhe 2 djem, deklaron 21 llogari bankare me gjendje nga 0 deri në 12 deri 30 euro. Deklaron 15.3 milion lek blerje bono thesari me burim nga të ardhurat e tij personale dhe i ka dhënë hua, si dhe llogari bankare me vlerë 4.86 milion lek përsëri me burimet nga të ardhurat. Ndërkohë po shlyen një kredi 226.000 euro, ndërsa gruaja Ilda Gonxhe deklaron 39.000 euro të ardhura nga biznesi i transporteve, 51.000 euro të ardhura nga qerat. Djali David Gonxhe deklaron një apartament në Holland të paguar nga prindrit dhe llogari 240.000 lek, ndërsa djali tjetër Dante Gonxhe deklaron makinë $46.000, shpenzime 51.000 euro, 2 llogari 324 euro dhe 2.8 milion lek të ardhura nga pagat e firma Albarent. 2 hetime penale ndaj Blendi Gonxhës janë bllokuar në SPAK. Në muajin mars 2021, ndaj Blendi Gonxhës në atë kohë drejtori i transportit rrugor, SPAK filloi një hetim për korrupsion, fshehje të pasurive, transaksione jashtë bankave dhe pastrim parash në biznese ndërtimi pallatesh e kullash, nëpërmjet baxhanakut të tij Mihal Deliorgji. Hetimi nuk avancoi më tej dhe prej 5 vitesh po mbahet i bllokuar. Madje nuk ka njoftim nga SPAK nëse Blendi Gonxhe është marrë në pyetje për këtë çështje apo jo, sepse gjurmët e hetimeve të para çuan te financimi i parave të pista në ndërtimin e pallateve nga baxhanaku i tij Mihal Deliorgji i Gërdecit. Më 25 korrik 2022, Blendi Gonxhe u thirr në SPAK nga që nëpërmjet kompanisë së tij Albarent dhe firmës DG Dante Gonxhe ka marrë miliona nga landfilli i Tiranës dhe nga shteti. Kanë kaluar rreth 4 vite nga nisja e këtij hetimi dhe Blendi Gonxhe nuk është thirrur më nga SPAK. Por burime nga BKH kanë thënë për pamfletin se hetimi ndaj tij u ndërprer dhe është bllokuar si dosje, ndërsa Blendi është bërë 2 herë ministër.